Fshati Drenov festoi dje traditën, kulturën dhe komunitetin në një aktivitet që mblodhi banor dhe vizitor në një atmosferë festive. Muzika, aktivitetet kulturore dhe traditat e zonës ishin pjesë e festimeve, duke sjellë në vëmendje vlerat dhe identitetin e këtij fshati të njohur shumë pranë Korçës. Drenova e Zdrenit, emër i madh dhe i dëgjuar. Kam shumë mall se aty jam rritur, kam dëshirë të kem pranë, ku kam jetuar dhe më parë. Uji i ftohtë që rrjedh nga mali, zbret në fushë, takohet me manin, ti flet me shpirt dhe me zemër, je i laq dhe nuk të lëm. Të dashur pjesëmarrës, është nder dhe kënaqësi për mua, në emër të komisionit organizator, t'ju uroj mirëseardhjen në këtë festë të bukur, festa Takim Brezash. Në Drenovën tonë të dashur, Drenova e Zdrenit, Drenova e kinemas, Drenova e teatrit, estradave, koncerteve dhe festivaleve dhe mbrëmjeve të bukurave, e cila çdo mbrëmje mbylleshe me vallëzimin e kadrillës. Drenova e piknikeve në bredhin e Drenovës dhe punën që bënin të gjithë për mbarvajtjen dhe pastërtinë e fshatit. Takoheshim me njëri tjetrin, çmalleshim dhe kontribonim për fshatin. Organizojmë këtë festë e cila ngelen traditë të fshatit dhe të ruajmë dhe ta çojmë më tej. Banorët e Drenovës kujtuan edhe një herë mbrëmjet festive të organizuara ndër vite, duke kënduar një zëri në qendër të fshatit, këngët karakteristike drenovare. Festa e Drenovës u kthye edhe një herë në një moment bashkimi për komunitetin, duke përcjell brez pas brezi traditat dhe historinë e zonës. Një ditë feste, por edhe një mundësi për të promovuar Drenovën si një destinacion me vlera kulturore dhe turistike.